Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Dua shumë të kemi një fëmijë. Ja çfarë deklaroi Vanessa vetëm pak orë përpara se Indri ta lindte publikisht. Në një intervistë të Vanessës, e regjistruar vetëm pak orë përpara se Indri t'i jepte fund lidhjes së tyre përmes një letre live në Prime, ka zbuluar qëndrimin dhe planet që ajo kishte për të ardhmen e marrëdhënies së tyre. Gjatë kësaj bisede, ish konkurrentja e firmës ka folur hapur për dëshirën e saj për t'u bërë nënë dhe për faktin se këtë synim ja kishte shprehur edhe partnerit të saj brenda lojës. Vanessa ka konfirmuar se të paturit një fëmijë është një nga gjërat që ajo dëshiron më së shumti për veten. Ndonse e kishte diskutuar këtë temë me Indrin, ajo kishte përzgjedhur që të mos futej në detaje përpara kamerave, duke e konsideruar një çështje tërësisht private që kërkonte kohë dhe hapësirë jashtë formatit. Unë e kam thënë edhe në ferm, një nga gjërat që dua më së shumti për veten është të kem një fëmijë. E kam shprehur këtë gjë dhe edhe ndaj Indrit. Janë gjëra shumë private që mendoj se do të shihen dhe do të diskutohen jashtë me mua dhe me të. U shpreh Vanessa. E pyetur nga të pranishmit në studio nëse do të pranonte të qëndronte në një lidhje nëse partneri nuk do dëshironte fëmijë, ajo la gjithçka të hapur për diskutim. Ish-banorja vuri në dukje se bisedat e tyre ndërlikoheshin edhe për shkak të rrethanave familjare të Indrit, i cili tashmë ka një fëmijë jashtë, gjë që e bënte atë të tregojë më e kujdesshme me deklaratat publike për të respektuar personat që i ndiqnin nga ekrani.